Arsyet e vërteta të shkarkimit nuk i di ende, por arsyetimet e bordit të ndërmarrjes bifurkacioni për shkarkimin e tij, kryeshefit ekzekutiv të kësaj ndërmarrjeje Faton Frangut po i duken banale dhe pa kurrë baze. Frangu, të cilit ju ndërprej marrëdhënia punës, thotë se arsyetimet e bordit për shkarkimin e tij e kanë nënçmuar si një njeri profesionist i cili në këtë ndërmarrje u angazhua tash e 15 vjet. Me këtë rast, Frangu tha se rezultatet që ai ka sjell s'ka mundur t'i mohoj asnjë subjekt politik që ka udhëhequr me Ferizajn vitet e fundit. U kanë befasuese për mua në jetën time ka qenë dita e martë, kur ata ma kanë publikuar një vendim që kisha mund të pres çdo tjetër, por shkarkimin tim jo se rezultatet kanë qenë çaq evidente të afarizmit që u kanë diçka shumë e papritur, po që se dikush i lexon këtë arsyetim dhe vërejtjet cilat ka pas bordi, del që ajo kompani bifurkacioni do të sot shkohet i vënohet dryni, sepse aja s'ka as mjetet i pagun punëtorët pagat, s'ka as t'i pagun furnitorët, që është këtë kundërta. Une, do manë, pi padje që të kom lënë atë kompani, nuk kem shku deri padje, mund të themi se është një ndër kompanit me një performancë më të mirë, jo vetëm Ferizaj, po edhe në region dhe në Kosovë. Ne kemi marrë lëvdata të ndryshme edhe nga asociacionet të ndryshme, por një punë cila nuk është ekstreme mirë, diçka mirë, po krahasim me rrethonat kohore, është një kompani e cila po funksionon me efikacitet mjaft të mirë. Dhe kompania bifurkacioni lidhet drejt për drejt me emrin tim, edhe nuk kom nejt këtu në kompani se ka favorizu njëra politika apo tjetra. Mi po se kam qenë njëri profesionalit qasajlja mje dhe rezultatet e mija realisht jem pa nga gjithë dhe jem prek. Thash, me një periudhë kur Ferizaj ka pas 3-4 orë në ditë ujë, kemi arrit me pa Ferizaj me 24 orë në ditë ujë dhe atar me presion mjaft të mirë. Derisa Frangu tregon një varg suksesesh që lidhen drejt për drejt me emrin e tij gjatë udhëheqjes së kësaj kompanie, ai la të kuptohet se Ferizaj edhe mund të rrezikojë projektet e nisura me qeverinë zvicrane. Është një humbje për qytetin e Ferizajt, sepse jo që Fatoni po shkarkohet, po realisht po ndërpritën disa procese. Është një humbje që na nuk gëzojmë ta kemë në këto momente, sepse jemi thash në rrugën e investimeve, pritën investime shumë të mëdha në vitin e ardhshëm nga qeveria zvicrane në lamin e urave zeza. Mirë po, thash... A lidhen këtu investime me emrin e juaj, zotri Frangu? Nuk lidhen me emrin. Mund të dikoj shkarkimi juaj me s'marrë investimet? Kompania publike nuk lidhet as me Faton, as me kryetar, as me bord, as me kompania publike është kompania qytetare të Ferizajt. Me siguri se njerëz cilët kanë kontribu në zhvillimin e kompanisë dhe cilët kanë gjendë gjumë të përbashkët në thithjen e investimeve, kanë një ndikim më të madh. Mirë, por asnjë kompani nuk lidhet me asnjë emër, s'do të lidhet. Me siguri kjo do të ketë një anë negative tek qeveria zvicrane, për arsye se më ne jam kontaktuar nga ata dhe ata i lypin arsyet pse nuk u marr. Edhe kur ja kam treguar këtë vendim, më befasues kanë qenë ata se unë. Domthonë ata ky vendim për ta është i pakuptueshëm, duke i marrë parasysh se ata për çdo muaj marrin raporte me shkrim nga ana jote. Përveç se do ta shfrytëzon të drejtën për ankesë, ish drejtori i bifurkacionit Faton Frangu paralajmëroi se në ditët në vijim do ta ulumton edhe arsyen e vërtetë të shkarkimit.